Insha Allah, do me thonë, ndasht Allahu, unë e këmë e ba qështu. Kjo i bjen, kur të thamë në ty, insha Allah, unë e nesër, në tetë këmë e kanë që aty, kjo do me thonë që, unë të këmë thonë ty që, unë në tetë këmë e kanë që aty. Insha Allah, atë kuptimin, veç në qofse, Allahu Azza e bjen një kader edhe mnal. Për në ryshe, unë e që aty. Unë e që aty. Unë me krejt energjin teme, kur të thamë, insha Allah, ku më mënu me dalë fjales teme. Ku më mënu, vjen saktimi Allah, vjen sprova, vjen smuja, vjen telashja, nuk moj. Ama a ke pa, atërë të kuptanaj. Ama jo tybe diçka u habita, diçka, kështu s'ka. Nuk ka, me insha Allah, unë u habita diçka. Allah kështë të arë, po pritova. Një me të thash, insha Allah, po pak pritova diçka, thash hajt, shkaj tjetër ditë. Kështu s'ka me insha Allah. Ka harova. Harova ka. Njëri haron. E ka haru. Ama veç kështu, hajt, po luj me insha Allah jo, vlazim. Kur thash, insha Allah, ti do të mu vizatu që aty. Në 5 sahati nëse i ke thonë sabah, insha Allah, energjia jote, këtë menimi do të me kanë që insha Allah me shku në ven. Illa insha Allah. Por veç në qofë se donë Allahu Azza wa Jall. Të kondërtën, atëre Allahu Azza wa Jall vendos, ama të në të kuptanaj, se i thumë ka ndodhë kështu, edhe të ne a ki po, a e kuptohet. Ama dhe tybe pak diçka ndull ka shpia dhe pak thash hajt shkoj tjetër ditë, kështu jo me insha Allah. Kështu jo me insha Allah. E lusëm Allahun Azza wa Jall që me maj gjithmonë premtimin, po sidomos kur të shtim emrin e Allahut mes fjalëve tona, me i dal hak fjalëve tona. E lusëm Allahun Azza wa Jall me na bëj muslimanë të mirë.